desht Kosova me qenë e pavarur ose me qenë superfuqi energjetike. Kjo ka me qenë një ndër temat kryesore gjithmonë, na kur nuk kemi heq dorë prej kësaj ëndre, edhe ëndër që realizohet. Edhe mos harroni se ju thash, duhet me pa ma larg. Nuk guxojmë me pa nesër. Na dim që ndërtimi i kapaciteteve energjetike mund të me marrë 3, 4 ose 5 vite. Mundet me qenë që na vim pushtet ma vonë vjet dikush tjetër, por nuk ka lidhje. Duhet me pa zhvillimin e Kosovës në fat gjatë. Duhet me insistu me ngul kom. Akonor Recepi thot përshëndetje Kushtrim dhe përshëndetje për zotin Gjini. Thot a do t'jep dorëheqje zoti Gjini nga qenit kryetari komunës së Gjakovës me që është i nominuar për kryeministër? Nuk përdi për nga është kë... Nëse do t'a kishim pas në telefon, mbase do t'a merrnin vesh, po... S'ka lidhje. Nëse populli i Kosovës... Tu s'po i shkrua nga është në Facebook, e ka pyetjen, po... Nuk është qatë pranësi, desha me boni digresion të vogël, pak humor të mirë, jo humor të keq. Deshte kontra pyetje ti? Shiko, sikur gjithkush tjetër, edhe unë e du vendlinjen time. Edhe mu më duken njerë çuditshëm ata që ose nuk e donë, ose turpnohen prej vendlinjes vetë, nuk mu i me i kuptu. Çfarë do të qoftë vendlinja? Mundet me qenë një qytet i madh, një fshat i vogël, duhet me e dashtë vendlinjen tonë, unë e du Gjakovën. Po mos harroni që Gjakova është një copë Kosovë, e du Kosovën. Fort. Nëse unë kom me qeveris me Kosovën, pa tjetër që duhna me dhonë dorëheqje prej Gjakovës se nuk bën me i bo dyjat. Nëse Gjakova më beson, nëse Prishtina më beson, pa tjetër që kom me bo diçka tjetër. Por nëse populli i Kosovës ka me besu që më ka thëmë, ka me ju dalë mirë të gjithve. Edhe Kamenicës, edhe Gjakovës, edhe Hanit e Lezit, e Dragashit, edhe Podujeves gjithve. Do të gjeni pyetja e fundit për sonte, se ka shumë